Të dashur shqiptari dua shumë dhe sot do ta provoj këtë gjë. Arbreshët, gjatë gjithë jetës së tyre, në një periudhë prej 600 vjetësh, kanë ndjerë një lloj presioni që gjoja ata kanë harruar gjuhën shqipe, por ka rezultuar nga puna ime se gjuha arbreshe është gjuha më e vjetër dhe ata mbajnë variantet më të vjetra, madje më të vjetra se variantet e buzukut, bogdanit, budit. Dhe kjo është gjuha e folur, e lashtë, arbrore. Arbreshët kanë fjalë që ne nuk i kemi. Për shembull, ne kemi fjalën portokall, që e kemi marrë nga greqishtja. Dhe e kemi marrë nga të ardhurit, nga piluri, nga kalkidhiki në himar. Ne e kemi marrë nga këta arvanitas. Ndërkohë që arbreshët kanë fjalën e lashtë për portokallin. Kjo fjalë është regjistruar në gjuhën sanskrite, naranga. Është regjistruar në gjuhën persiane të vjetër, naranga, dhe vjen nga arabishtja, naranj. Gjuha sanskrite është regjistruar si e shkruar në vitet 1700 para erës sonë. Gjuha perse është shkruar akoma më herët, me fjalë shkronja sumere, në vitet 3000 para erës sonë. Dhe gjuha arabe është folur si një dialekt akadian në Babiloni. Pra këto janë gjuhët më të vjetra të regjistruara. Është fjalë arabe për portokallin, akadiane. Portokallet kanë filluar të mbilleshin pikërisht në kopshtet e Babilonisë dhe të hashin si fruta të ralla atje. Dhe kjo fjalë është në gjuhën arbreshe nerenzë, portokall. Nga gjuha arbreshe ka hyrë në italisht arança, portokall. Ky është zbulimi më epokal i të gjitha kohrave që kanë bërë deri tani. Një fjalë kaq e thjeshtë ju ka shpëtuar të gjithëve. Duhet të kemi parasysh që Zoti e Kerem Çabej ka bërë doktoraturën e tij të mbështetur mbi dialektet arbreshe. Dhe ai se përmend një fjalë të tillë, sepse ai s'ka studiuar gjuhët arbreshe. Nuk e di çka ka bërë e Kerem Çabej, por ai i ka mashtruar shqiptarët në një mënyrë kaq të llahtarshme, kaq të tmerrshme. Dhe gjithë struktura e Akademisë të Shkencave të Shqipërisë është një kështjell prej rëre. Zbulimet e mia nuk do ishin ndodhur asnjëherë, sikur mos ishte interneti, sikur unë mos kisha patur kontakt me arbreshët, me arvanitasit. Dhe arvanitasit të helenizuar kërkojnë bashkimin me Greqinë. Merrni me mend se sa poshtë ka rënë kombi shqiptar. Kaq poshtë ka rënë. Ndërkohë që kemi zëvendësuar një fjalë më të lashtë, nerenzë, portokall, me fjalën greke nga greqishtja e re, portokalli. Madje është dhe një emision për të qeshur dhe për të qarë, portokalli në Shqipëri. Kjo është një tragjedi e paparë e kombit shqiptar që kam zbuluar unë. Shqiptarët duhet të jetonin në parajs dhe e kanë kthyer vetë Shqipërinë në ferr. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.